suveniret të cilët janë më të kërkuar në dyqan është hynesha në fron, edhe hartat e Kosovës me gurë të trepqes. Mu imi specifiku këto të dyja, por nuk do me thonë që suveniret e tjera nuk janë të shitura. Mendoj që çdo turist që vjen, të paktën një magnet, një kartuli, një varsë të qelsave, e merr me vete për me bart një histori të vendit tonë, për në familjet e tyre ose shokët që gjithçka që e kanë. Gjithmonë hyneshën në fron e lidhi me Prishtinën, ndoshta për arsye që është gjetë në Prishtinë, por harta e Kosovës edhe gurët e trepqes janë, po mendoj që është ma mira që mundën me zgjedh. Këtë punë e bojmë që 24 vjet, 25, rëndësi ka shumë të madhe. Të thash edhe më herët që suveniret janë një kulturë, një traditë, një historinë vete që e kanë, edhe po mendoj që çdo kush që e ka në shtëpitë e tyre përfaqëson një vend, një dinjitetin e vendit, traditën, dhe është kulturë, përfundimisht blesh një suvenir është kulturë. Ka edhe shumë të vendit që blejnë edhe kanë qef me pas një suvenir qoftë në zyre, qoftë në shtëpitë e tyre, është diçka që i bën krenar.